Përshëndetje. Sot do të flasim për poezinë dhe letërsinë, e cilat janë zëri i shpirtit njerëzor. Një pasqyrë e ndjenjave, mendimeve dhe kohës në të cilën jetojmë. Poetët dhe shkrimtarët janë ata që përmes fjalës i japin emocion dhe historive, duke ndërtuar ura komunikimin mes njerëzve dhe brezave. Mirë se erdhët në Apollon me Çimin, ku sot e ftuar është zonja Elona Tabaku. Lona, faleminderit që je pjesë e emisionit në Apollon me Çimin për të treguar poezitë që ju keni hedhur në librat e 4 libra me poezi që ju keni nxjerrë sot për lexuesit dhe për gjithë ata që kanë dëshirë të lexojnë poezitë e juaja. Faleminderit ju për ftesën. Është kënaqësi të jem këtu në Apollon me Çimin, në një studio kaq të të këndshme të vogël, lezetshme. Promovojmë vlerat dhe dëgjohet zëri i qytetarit. Ju përgëzoj dhe ju uroj suksese në misionin tuaj. Ju jeni një poete dhe e re në moshë, po edhe me shumë libra të nxjerrur kohët e fundit. Dhe i bie që gjithçka ju e bëni poezinë për qytetarin apo poezinë duke i dedikuar vetes dhe jetës tuaj reale? Shikon, në fakt dua të theksoj këtë pjesë që në një kohë të gjatë, në një rrugëtim të gjatë për më shumë se 20 vitesh, kam sjellur në jetë 4 libra me poezi. Rrugëtimi im në krijimtari ka qenë shumë herët fillimi im, por më është dashur një kohë shumë e gjatë për të gjetur guximin dhe vetbesimin që të botoja librin tim të parë. Druhesha, kisha frikë, nuk dija si të më pritej, nuk dija nëse poezitë e mia ishin aq në gjendje apo aq të pjekura sa për të bërë një libër i botuar, por fal inkurajimit dhe mbështetjes së motrës time, ne sollëm në jetë librin e parë me titull Shumë Fishim, ku jemi paraqitur të dyja bashk, me dëshirën e madhe për të njohur me emrin Motra Tabaku, si dy gjysmat të njëjtës medalje. Fillimi i ka qenë shumë i vështirë. Nuk dinim ku të drejtoheshim, as për botim, as për redaktim. Shumica e miqve që i kemi kërkuar ndihmë nuk kanë dënjuar as të na kthejnë përgjigje për na orientuar diku. E që ato ja dolën ban. Por sa kalojmë të këto pyetjet tona të përditshme ku ne ftojmë njerëz të tillë pikërisht në Apollon me Çimin, unë do të pyesja, Lona, është e vështirë të jesh poete? Është e vështirë që sepse çdo gjë do investim. Domethënë kur mendon që edhe femër, ke angazhime të tjera familjare, fëmia, shtëpia, edhe poezia do kohën e vet. Domethënë krijimi do kohën e vet. Do kohë dhe punë. Poezia lind? Unë them se lind. Lind, të jesh poet ose krijues, lind i tillë. Varet kur e zbulon ti, por lind, nuk bëhet. Atëherë fillon të pyetje, ndoshta e shikoj që ke pak emocione, Lona, këtu ne jemi drejt për drejt dhe jemi diçka që lexuesit, shikuesit, poezisë tënde do na thonë, ja dhe Lona përfundimisht shkoi në Apollon me Çimin. Zakonisht, ne që shkruajmë kemi më lehtë të shkruajmë se sa të flasim. Gjithsesi, nuk pranuat ftesën time dhe unë. Me kënaqësinë më të madhe, sepse kam respekt edhe për ju dhe për televizionin e nderuar të Apollonit. Kam mbresa shumë të bukura nga ky emision. Më thatë gjatë hyrjes në studio, më thatë që dikur keni dhënë një intervistë për televizionin e Apollon dhe kishit emocionet pa para me atë gazetarin e dikurshëm. Jo, vetëm pjesë e gazetarit, po ishte hera pare imja në skenë, e rrethuar mes drita me rezultore, mes kamerave, mes gjitha. Prandaj them që kjo pjesë e emocioneve faktikisht është edhe pjesë e karakterit, ka edhe njerëz që s'kan fare komplekse. Në Apollon me Çimin përcjellni çdo gjë, e keni çdo gjë pa ne rank aty ku ju mendoni që është më e mira për t'i dhënë lexuesve lushnjarë dhe më gjerë gjithë lexuesve që marrin në duar librin tuaj. Tashmë me 4 libra të botuar në tregun e poezisë shqiptare. Si e përshkroni rrugtimin tuaj artistik deri në këto momente dhe çfarë ju ka frymëzuar më së shumti? Siç e thash vetë pak më parë, domethënë që ka qenë një periudhë shumë e gjatë punimi, derisa kemi marrë guximin që nxjerrim librin e parë. Ka qenë e vështirë, nuk ishte e lehtë sepse nuk dinim asnjë lloj adrese, asnjë lloj drejtimi. Ju a thash domethënë që çdo gjë më vonë të mëson punën, jam dakord, por në fillim ka qenë jashtë shumë e vështirë, nuk dije kujt i trokisje nder që thoshte kam diçka, a mund të ndihmosh ku të shkoj për ta botuar, sa kushton, si duhet veproj, kujt duhet të kërkoj ndihmë. Askush nuk u bë i gjatë që ju të ndihmonte. Po askush është një përgjegjësi e madhe. Domethënë, personat që ne kemi kontaktuar, që kemi kërkuar këtë pjesë të ndihmës, nuk na kanë kthyer përgjigje.
Edhe unë atë momente jam ndier shumë keq sepse thosha, unë nuk do zë vendin askujt. Domethënë libri një Përveç se vendin e lënë. Po, poezia ime nuk do zëri vendin askujt. Çimi ka vlerën e vet, ka lexuesit e vet, ka famën e vet, emrin e vet. Unë si e lën qoftë e suksesshme apo jo, domethënë do kem vendin tim, po nuk do marr kurrë vendin e dikujt tjetri. Edhe megjithatë nuk u dorëzuam. Domethënë fal kjo Nisi rrugtimi i poezisë. nisi rrugtimi i poezisë dhe them se nisi shumë bukur me librin e parë me titullin Shumë fishim si e përmenda dhe uroj siç ka qenë misioni që shumë fishim të shumë fishohen ato libra, uroj vërtet që të shumë fishohen ato Kush ishte libra. iniciativa pra nga ju dy motrat për ta nisur atë Unë. poezinë e vogël të shkurtër? Unë. Si të lini ideja për ta bërë këtë poezinë e parë? Shiko, se unë shpesh herë poezinë e quaj, për mua të shkruash është shumë gjë e bukur. Në një farë mënyrë unë e konsideroj poezinë si një lloj terapie, terapi veçërimi, shkrimin, krijimin në letër, qoftë poezi, qoftë krijim tjetër, sepse të hedhësh dhimbjen tënde, ta ndash me letrën dhe mos e mbash gjithë dhimbjen për brenda, është një lloj çlirimi dhe shërimi shpirtëror për gjithë njerëzit që vuajnë. Edhe unë e konsideroj krijimin si një terapi veçërimi. Edhe kjo pjesë nisi kur dikush ndihet vetëm, kur dikush ndihet i lënduar nga një shok, nga një shoqë, nga një fjalë tepër të dikujt, e ndan dhimbjen me letrën, dhe pa e kuptuar. Domethënë, hedh ato vargjet e para, pastaj ato vargjet nga 1, 2, 3 bëhen shumë, kur shikon që ke një volum të madh, fillon pastaj thotë dale të përzjedhim. Pikërisht për këtë ne u zgjohëm si personazh sot ose si speciale të Apollon Miçimi për të na thënë atë rrugtimin tënd të poezisë, pasi Lushnja ka shumë poet. Dhe poezia shpeshherë njerëzit që duan të lexojnë, ai ndajnë poetët dhe poezinë, se kush është Lona, kush është Çimi, kush është X apo tjetri, si e ke mendon këtë ti? Shiko, në një bashkëbisedim që kemi pasur me zotin Pabar Rustemi, në rastin e librit të botimit të librit tonë të parë, ai është shprehur që ne jemi si dy gjysma që plotësojnë njëra tjetrën. Dhe vlerësoj poezinë time si të rrjedhshme me rim dhe muzikalitet çka e bën atë më të afërt me publikun e gjerë. Ndërsa poezia motrës është më e thellë dhe më e përshëndruar, gjë që kërkon një publik më të përzgjedhur. Pra, duhet të them që çdo krijues ka lexuesit e tij. Dhe një lexues nëse afeksionohet me vargun dhe me poetin, pëlqen çdo poezi të tij. Qoftë kjo edhe sipas kritikës letrare që ai krijimin mos jetë ndër më të arrirët ose ndër më të mirët. Arritja më e madhe për një poet ose shkrimtar është kur dikush të thotë që gjej veten në vargjet e tua. Ose kur thonë që sikur ke dëgjuar fjalët e shpirtit tim. Pra, të jesh një poet duhet të shkruash fjalët e një shpirti që shpërthen nga dhimbja ose nga gëzimi, sepse e kemi të dyja rastet. Poezia juaj është pritur mirë nga lexuesit dhe cilat janë temat që ju gjeni më pranë dhe çfarë mesazhe kërkojnë të përcjellni përmes krijimtarisë suaj. Të marrë tëndën dhe të motrë bashkë, se jeni bashkë autorë. Po, fatmirësisht, është pritur më mirë se sa e ka menduar unë në fillimet e mia. Tematikat që më përkasin më shumë. Shumica e poetëve e shkrimtarëve i këndojnë të bukurës, dashurisë. Unë në shumicën e herëve i këndoj dhimbjes. Domethënë duhet të nxjerr në dritë ata njerëz që vuajnë dhe lotojnë në errësira të fshehurazi botës. Duhet që të bëhem zëri e tyre shpirtërave që nuk flasin dot nga dhimbja. Pjesa e tematikave tjetër, përveç kësaj të dhimbjes, është edhe pjesa e dashurisë prindërore. Domethënë duhet të sjell në memorien e lexuesit sakrificat, vuajtjet dhe dhimbësurinë e prindërve, domethënë se sa dhimbje kanë prindërit për fëmijët e tyre, kur shikon nëna të braktisura për fëmijët e tyre ose prindër që vajtojnë mbi fëmijët e tyre, këto janë tema që më prekin shumë thellë dhe më rrëzojnë emocionalisht. Më gjunjëzojnë. Kjo është ajo pjesa e poezisë që prek lexuesit më shumë që librat e juaj, pasi ju keni nxjerrë libra, pas atyre kanë ardhur dhe fjala e babait, libri tjetër Gjethet e heshtjes, sepse janë libra që pak a shumë kanë libra për ju lexues që keni dëshirë të ndihni Elonën me poezitë, këto janë librat e Elonës, të cilat i ka hedhur në treg prej vitesh 4 librat e saj. Për të kaluar tek pjesa tjetër e pyetjes, jeni në një proces të botimit të librit tuaj të 5 me poezi. Çfarë mund të na zbuloni rreth këtij projekti të ri dhe çfarë bën të veçantë
krahasuar me librat e mëparshëm, këtë libër që ju po e prisin nga dita në ditë. Po, është libri i ri titullohet Amaneti Marigos dhe pritet që të dalë Pak e çuditshme po, kopertina. E çuditshme dhe ngjall pak kurreshtje për të ditur që çfarë fjalësh ka thënë kjo Marigoja, edhe pse lidhet pak me pjesën e komedisë që e njohim të tërë tashmë 15 vjeç ëndër. Dhe pritet që të dalin në qarkullim në fund këtij muaji. Ndryshe nga librat e tjerë, ky libër fillon me një parathënie, mbyllet me një qasje poetike. Gjithashtu në këtë libër kam lëvruar pak edhe me vargun e lirë. Karakteristike ime është faktikisht poezia vargu i rimuar. Zakonisht struktura A-B-B. Unë e dashuroj poezinë me rim çimi, edhe them shpesh herë që një poezi që nuk ka rim është si një femër që nuk ka linja. Por kjo nuk do të thotë që nuk e vlerësoj vargun e lirë, përkundrazi, në këtë libër kam eksperimentuar shumë duke ruajtur gjithashtu dhe identitetin tim poetik. Më pëlqen si libër, për mendimin tim është më i arrieri nga me dinamikë nga pjesët e librave të tjera. Kam ardhur më e pjekur, më e thellë dhe më e përshëndruar në mesazhin tim poetik te ky libër. A ka diçka ky libër brenda që neve mund ta ndaj me shikuesit tanë në Apollon me Çimin? Po, është diçka e veçantë. Ka një poezi që mua më pëlqen shumë. A mund të edhe ja dedikoj djalit tim. Në përgjithësi kjo poezi mund të dedikohet të gjithë fëmijëve, por unë ja dedikoj djalit. Ke zgjedhur shumë të dedikosh djalit tënd. Po. Edhe poezia thotë shumë. Biri nënës mbret o mbret. Nëna për ty jap dhe jetë. Për ty varrosem si gjalli, për ty çohem edhe nga varri. Ti them shpesh këto o birë, por shpirt e zemër i kam të grirë, se nuk di, në do mundem dot, të marr leje tek i madhi Zot, që të çohem unë nga varri, sa herë që ty të marr malli. Shumë e bukur si poezi. Kjo kuptimi i saj është kjo që si u lindi kjo ide që t'ia bënit. I them shpesh tim biri, si gjitha nënat që e duan djalin, pak më shumë se vajzat është shturp të thuhet, por fëmia nuk ndat asnjëherë, por një fije flokë është ai që bën diferencën e nënat e vendosin te djali kurse ju baballajat e vajzat. Besoj se më konfirmon. Dhe i themi shpesh, te kisha nëna për ty, o dritë nënës ti, o i mirë nënës ti, u për ty vdes, më jap jetën, domethënë, edhe në një moment. Po, edhe në një moment tash, o Zot, domethënë them gjithë këto gjëra, po imagjino në një të ardhme, kur se të gjithë do ikim nga të largojmë nga kjo jetë, dhe them në një të ardhme pas shumë vitesh që ato të jenë burruar dhe mos kenë kurrë nevojë për ne, të më vi djali tek varri të më thotë për shembull që, "Nën, ku janë premtimet e tua? Ti më ke thënë që sa herë mua të marr malli ti do ngrihesh për mua. Çau pra, se më ka marr malli." Këtë e ke një smëria, shikoj që je prekët të kaloj çik të temë tjetër. Normale që shikoj poetja, pak a shumë ti du ta shpjegoni. Poetja që shkruan me vërtet në shpirt e ndjen dhe brenda vetes atë çka. Ka pasur raste çimi që ndërkohë që shkruaja, që dora shkruante unë lotoja. Ka qenë poezia Lotet e Nanës 1, poezia Fati vdekjen të dha për grua 2. Kjo është interesante si pak sepse mua këtë poezi më ka kërkuar një vajzë, më ka shkruar në Facebook, më ka sqaruar pjesën e vllait të saj, më 28 vite djali që jetonte në Angli. Kishte ardhur nga Anglia, as 2 javë në Shqipëri, domethënë që jetonte me nënën, aksident me motor kishte vdekur. Edhe djali ishte shumë i ri, as 30 vjeç nuk ishte mbushur dhe ishte shumë e dhimbshme, edhe unë e mora ca dhëna i thash është i martuar, jo, nuk ishte i martuar djali. Dhe ndërkohë që unë e shkruaja poezinë Fati vdekjen të dha për grua, domethënë është shumë e dhimbshur kur thotë nëna që të prita menu se djalë me erdhë dhëndër në arkivol, është e shkruaja dhe qaja. Këto janë emocione. Ndjeshmëria e brendshme që ndjen në një poetë me të vërtet brendësitë të saj. Para se të kalojmë te pyetja e fundit, Lona, unë do të bëja një komunikim drejt me tërë teleshikuesit në Apollon me Çimin. Çdo kush nga ju që të bëhet një personazh dhe ndjen veten si personazh apo një njeri special i ftuar në Apollon me Çimin, mund na telefononi në 068 39 39 39 8. Ky është numri i studios televizionit, të cilët ju do të keni një komunikim drejt për çdo ju pjesë në Apollon me Çimin, për atë çka ju dini dhe çka ju shqetëson çdo ditë aty ku ju jetoni. Tashmë kalojmë te pyetja e fundit, sepse normale njeriu special ka një limit kohe. Lona, ju falenderoj shumë. Si e përkufizoni poezinë për ju si krijues? Dhe në këtë kontekst, ku mendoni se qëndron kufiri mes frymëzimit dhe plagiaturës në krimtarinë poetike, sidomos për poetët e rinj që kërkojnë të ndërtojnë identitetin e tyre?
Unë e them shumë herë që poezia për mua është ushqim shpirti. Askush nuk të ndalon të shkruash apo të hedhësh fjalët e shpirtit tënd në një letër. Qoftë edhe për kënaqësi shpirtërore, betjake. Problemi dhe sfida fillon në momentin kur këto fjalë nga letra hidhen në libër ose hidhen në rrjetet sociale. Poezia e sapo krijuar çimi është një pjatë e ngrohtë që kur ti e ha kur je i uritur dhe të shijon shumë dhe të duket e përkryer. Por kjo pjatë atë shijon po në të njëjtën mënyrë kur është e ftohtë. Pra poezia e krijuar duhet të lënë të ftohet dhe ti rikthehesh. Çdo rikthim ka përmirësim. Sa herë që ti do ta lexosh, atëherë do gjesh diçka për të hequr ose për të shtuar. Kështu që problemi i shumicës së krijuesve të rinj qëndron në faktin që nuk i japin kohën e duhur krijimit që të piqet. Domethënë botojnë pa kaluar fazën e pjekjes së krijimit të tyre. E për të kaluar pak sepse sot shikojmë shumë libra të shkruar, shumë poet na dalin, a ka të bëj kjo me kohën që ne jemi sot, apo është plagjatur e marrë? Sepse kemi edhe në Myzoqe, shumë poet që shkruajnë, pasi këta i ndani ju që jeni vetë poete apo shkrimtar të ndryshëm ndajnë njerëzit që është poet e ditë të shkruaj me vërtet, apo janë plagjatura të marra nga sistemi i tërë. Ka shumë, unë kam pas fatin të jem në shumë aktivitete edhe me ju mas ju jeni pjesë, jeni në kryetari i lidhjes shqiptare dhe artistët qytetit të Durrësit, sekretare. Jeni sekretare, dhe unë kam qenë kur aty janë debatuar shumë njerëz që unë do ta thosha pak në tojë, s'ka lidhje me librin. Shiko, që në kjo pjesë e plagjaturës është një problem serioz dhe shumë prezent të kohët e fundit. Ndodh që një tematik të trajtohet në mënyra dhe në këmbështrime të ndryshme. Ose mund të merret një fjalë ose një varg nga një poezi që ty të ka goditur shumë. Por që të merret një poezi thuajse e tëra, komplet e kopjuar dhe të botohet me emrin e dikujt tjetër, kjo është e papranueshme. Të shikosh poezinë ose krijimin tënd të nënshkruar nga dikush tjetër është e dhimbshme. Është diçka që ti e ke krijimin tënd dhe kur e shikon në Facebook me gjithë poezia jote, mund të ndryshuar një varg boti aty dhe vendos emrin e vet, është e dhimbshme. Ka ndodhur kjo shpesh? Po, ka ndodhur me mua, po, me Bledi Ylli, një poet nga Berati që e njoh shumë stilin e tij, nga që më pëlqen vargu i tij, përdor varg pak të gjatë, por më pëlqen. Edhe gjithmonë në këto grupe që janë këto që shpërndajnë në Facebook, jo grupe, jo Po lushe ka shumë që hiqet poet, ka nga ata njerëz. Kërkojnë ndjesje të dërpres. Ka shumë këtu që s'ka mbaruar si lloj arsimi, s'janë askushi, kanë të ardhura financiare, ndirin diçka, marrin nëpërmjet sistemit të internetit, marrin gjitha, bëjnë atë rolin e bukur të poetës, të shkrimtares, na dalin me flamuj të mëdhenj, sikur janë diçka këtu, ku Lusha ka poet të mëdhenj, Lusha ka Ramet Pastia Litit, sot jeton Vaturish është legjenda e shkrimeve lushnjare. Kemi Shëribali, kemi Elmas Jerreti, janë gjallë, kemi Bali, Gjemal Nezha, Bardusteni. Kemi një numër të madh të poetë lushnjar. Pikërisht na po na ngrihen këta poetët sipas jush, ose të tuan dhënë që unë i marr nëpërmjet ju si lidhje shkrimtarëve, që na ngrihen disa poetë që s'kan lidhje me poezi, s'kan lidhje me shkrimet. Kjo pjesë është kështu. Ka edhe nga ana tjetër që si puna kësaj që ta ty ka edhe diçka tjetër që dikush mburret dhe boton libra me poezi që ka bërë një njeri tjetër dhe si ka bërë vet. Pa folur pastaj me pjesën që marrin çmime dhe certifikata me poezi të krijuara. Që marrë certifikat poshtë një vend, gjitha me radhë merrin certifikat, e ka dhënë ky, pa ka dhënë ai, kur ai po ti thuaj më lexo poezitë tuaja, si lexoj poezitë e vet. A është e vërtet kjo? Këtu është problemi që nuk kemi një sistem që t'i dallojmë që është plagjatur, është e krijuar me inteligjencë artificiale apo e ka krijuar vetë poeti. Këtu është gjithë problemi. Plus kjo pjesa e këtyre që ta pak më parë. Pjesa e kësaj që ta thuar që ka të pjesë se kjo është më e goditur, sepse kjo është një shqetësim real, ne mund ta marrim pak me sportivitet se jemi në emision normale, apo do të themi po problemi është realiteti. Është për të ardhur keq. Florimi te mund është mbuluar nga llumi. Më kujtohet një shprehje të madhe Kadri Roshi që thotë aftësia e të pa aftit është të hajtë aftin. Dhe kjo gjë kohët e fundit po duket shumë qartë. Tani nuk mund të ndalosh askënd për të shkruar. Nuk ka për të ndaluar. Absolutisht jemi kundër ndalimit. Jemi të kajojë të diçka të shkruhet vetë. Nuk duhem promovuar, sepse një përkëdhelje, një kompliment i pamerituar,
e jep shpresa të kota, mund të themi, personit që shkruan. Më mirë ka një shuplak nga miku thaj se sa një lëvdat nga armiku. Pra ne duhet të përzjedhim vlerat që të nxjerrim. Por më ka thënë dhe një shprehje tjetër profesor Xhemal Nesha, më ka thënë duhen dhe këto antivlera më i bi që të ngrihet vlera, po, që të duket, sepse ti si çim kur shkon për të blerë një libër, nuk blen librin e personit që më përshkrove pak më parë. Apo jo, nëse do zgjidhje personin që më the pak më parë, dhe librin e profesor Osmani Xhemalit, unë zgjedh persona, thash ka një numër të madh. Jo, po ti e di nivelin e asaj dhe jo nivelin e X-ave, nuk përcaktoj asnjë. Kushdo qoftë, unë eksagjëroj, po thjesht unë këto ide i kam marrë kur kam qenë takime me ju. Kur kam qenë takime me ju keni nxjerrur shumë problematike që shqetësojnë sot mësuesin lushnjar dhe muzeqar, se ta marrin drejt për drejt gjërat. Dhe unë për ta bërë këtë pyetje, çdo thot plagiatura. Po pra kjo është problemi i këtyre që nuk i dallojmë dot. Nuk ka një sistem që ne t'i dallojmë këto. Jona, ju jeni edhe sekretare e lidhjes shkrimtare dhe artistët të qytetit në Lushjes, Degës Lushje besoj. Apo një shoqatë e organizuar ju. Degës Lushje, jo. Organizat e Degës Lushje. E si e shikoni këtë shoqatë, meqense jemi të kjo pjesa e fundit tani? Faktikisht ne e morëm na e dhanë. Domethënë ishte një zgjedhje e pa parashikueshme, nuk e mendoja që do isha pjesë e kryesisë. Kush ishte kryetaria juaj tani aktualisht? Aktualisht është Emine Boriçi. Është kryetari i lidhjes. Unë jam si sekretare, kemi dhe nuk kryetar të tjerë, kemi zotin Gzi Baruti, Edlira Gorrea dhe momentalisht është dhe Ali Haka. Puna është e përbashkët, mundohemi të gjithë domethënë për të mbajtur në këmbë të lidhje dhe për të nxjerrë në pa vlerat e qytetit tonë. Vëndësit të poetëve të afirmuar, por dhe për të afruar poetët e rinj, sepse me thënë drejtën çimit dhe më gëzon fakti që ka shumë poetë të rinj që ka një penë të goditur dhe kjo tregon një të ardhmë të ndritur poetike për qytetin tonë. Më pëlqen kjo pjesë. Lona, ke diçka tjetër për të thënë se jemi në fund të emisionit dhe na vëllon me çimin mbaron i ftura speciale këtu. Për të thënë ka shumë, çimi nuk mbarojnë fjalët për të thënë falenderimet për ju në radhë parë, një edhe për Apollon TV, është kënaqësi shumë e madhe që të jem këtu. Të falenderoj që më vlerësove dhe më ftove mua. Dua të jap një këshill të rinjve. Për te suksesit dhe famës që mund të arrijmë, mbi të gjitha duhet të jemi njerëz të mirë. Sepse një arritje pa njerëzillëk është një hiç. Dhe ti mund të jesh një gjini i vërtet, por nëse nuk jeni njëri i mirë nuk je asgjë. Mbi të gjitha të jemi njerëz të mirë. Të falenderoj për të fjalë të bukura si poete, po dhe si Elona, si vajzë e qytetit Lushnjës, si poete nga qyteti Lushnjës, që ishe e ftura speciale në Apollon me çimin, e ishte me një bisedë shumë të veçantë bashk, suksese të mëtejshme të krijimtarisë dhe presim padurim librit tuaj të pestë dhe duke thënë që studio është e hapur për të qenë jo vetëm ju, por për çdo kush që është e ndjen veten dikushi, është një numër telefoni që në Apollon me çimin është vënë në dispozicion për të qenë pjesë e studios çdo mëngjes në Apollon me çimin në 068 39 39 39 8. Edhe një herë miru pafshim, miru takofshim në Apollon me çimin me një të ftuar tjetër special.